Federata Serbe e Futbollit ka bërë një falënderim publik ndaj Federatës Shqiptare të Futbollit dhe UEFA-s që lejuan ndryshimin e stadiumit të ndeshjes Serbi-Shqipëri nga Beogradi në Leskovac. Ajo ka shpjeguar në njoftimin e saj se vendimi u mor për të garantuar sigurinë e të gjithë pjesëmarrësve në ndeshje që me sa duket nuk garantohej dot përsëri në Beograd, siç ka kujtuar dhe vetë ajo ngjarjet e vitit 2014. Ja njoftimi i Federatës Serbe. Me miratimin e Federatës Shqiptare të Futbollit, UEFA ka miratuar që ndeshja kualifikuese e Kupës së Botës e planifikuar për 11 tetor në orën 20:45 të luhet në stadiumin Dubocica në Leskovac. Pas ndeshjes kundër Anglisë në Beograd, vendimi për të ndryshuar vendodhjen u mor bazuar në analiza të hollësishme të gjitha aspekteve që lidhen me organizimin e një ngjarjeje sportive me rrezik të lartë, siç është dueli i ardhshëm me Shqipërinë. Arsyeja kryesore është siguria, jo vetëm e tifozëve, por mbi të gjitha lojtarëve dhe të gjithë aktorëve të tjerë të ndeshjes. Një takim i tillë mbart nivelin më të lartë të rrezikut dhe kërkon kontroll të plotë në mënyrë që të parandalohen incidente të tilla si ato që kemi pasur tashmë mundësinë të shohim në duelet midis këtyre dy vendeve. Të gjithë kujtojmë mirë ngjarjet e pasojat nga Beogradi në vitin 2014. Federata e Futbollit të Serbisë ka qenë në vëmendje të veçantë nga organet disiplinore të FIFA-s dhe UEFA-s për një kohë të gjatë për shkak të incidenteve në tribuna, gjë që sjell një rrezik real të ndëshkimeve të rënda, madje edhe pezullimeve më të gjata. Ndryshimi i vendodhjes dhe organizimit të ndeshjes në Leskovac zvogëlon ndjeshëm rrezikun e ekseseve të mundshme dhe kështu kontribuon në mbrojtjen e reputacionit të futbollit serb dhe interesave të ekipit kombëtar. Një arsye po aq e rëndësishme është atmosfera në stadiumin Dubocica dhe fakti që në të gjitha ndeshjet e mëparshme publiku në Leskovac i dha mbështetje të pakurrësuar ekipit ton kombëtar dhe brohuriti nga minuta e parë deri në minutën e fundit. Federata e Futbollit të Serbisë shpreh mirënjohjen e saj ndaj UEFA-s dhe Federatës Shqiptare të Futbollit për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin e tyre konstruktiv në marrjen e këtij vendimi.